Drejtori rajonal i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropën, Hans Klug, ka ngritur sërish alarmin për situatën globale të tuberkulozit, duke deklaruar se çdo vit rreth 1 milion njerëz humbin jetën nga kjo sëmundje, e cila vazhdon të mbetet sëmundja infektive me vdekje prurëse në botë. Në një postim të publikuar në platformën sociale, Klug nënvizoi se tuberkulozi, pavarësisht përparimeve mjekësore dhe rritjes së ndërgjegjësimit, vazhdon të përbëjë një kërcënim serioz për shëndetin publik në mbar botën. Sipas tij, sfidat aktuale si rezistenca në rritje ndaj antibiotikëve, bashkë infeksionit të DPH, si dhe parazitët në qasje ndaj shërbimeve shëndetësore, po e vështirëson edhe më shumë kontrollin e sëmundjes. Klug theksoi gjithashtu se mungesa e financimit të qëndrueshëm për programe parandaluese dhe trajtuese është një faktor kyç që mban krizën të vazhdueshme. Këto shqetësime pasqyrohen qartë edhe në raportin global të tuberkulozit 2025 të publikuar me 12 nëntor, ku OBSH-ja bëri të ditur se gjatë vitit 2024 më shumë se 1.2 milion njerëz kanë humbur jetën si pasojë e tuberkulozit. Raporti vlerëson se rreth 10.7 milion persona janë prekur nga sëmundja vetëm në atë vit, duke treguar se tuberkulozi mbetet një sfidë e madhe shëndetësore që kërkon veprime të menjëhershme dhe të koordinuara në nivel global.